Kjo është Se po e duan shkarkimin e tij. Da, gabim më i madh që e fajsoj partinë e vet, që ata e kanë dhënë mandatin edhe me bisedu. Edhe e fajsoj, sa i përket partive PDK-s. Po, PDK-s. Edhe njëjta hiq. Njëjtë cilë DK-ja, pra. Njëjtë cilë DK-ja. Edhe Bedria paraqitet me një gjuhë shumë të kulturume, shumë e thuse, du të me ditë me kënd ka të baj. Ky Bedria, gjithçka mundet më konë, edhe ekspertë që lider partijës mundet më konë. Pse e ka tregu vetën si nuk ka lider. Që i humbi që 2-3 parë partë zgjedhje. E ka tregu vetën. Mirë po, PDK-ja ka një problem tjetër. Se gjithë PDK-ja ka kryt ka hoga. Këthim, pikrish për shta nuk ka i bëhë, si kjo ka herë i shku. I shku? PDK-ja. Bedria, po sigurisht kështë donë vetë dresje. Vetë kështë donë dresje, unë një personalisht, vetë kështë donë dresje, s'ka pa sukses, edhe nuk është i lidhën ky për lider. Mirë po, qërështën e është se këta e kanë kryt ka hoga, pretëm jo kur ke maj, kur ke fatë më shporë, korriku, tash shtatori, të në kohën të e përcjellë, qëka do të ndodhë me hoga. E kjo është arsyeja pse Bedria është ende kryetarë, se për ndryshe ka herë kështë donë dhe dëresje. Ishte përfshirë PDK-ja me vendosjen? Kështë edhe ndrejqës të Hamza? Po shpereshtohet mundësia, sepse deshëm partit në përgjithësi këto të rajonit janë të lidhura me liderin dhe partit lideriste janë ato që po kanë sukses. Mirë po, tash me thekë veçant të LDK-ja, është çështje e tyre që si do të ndërtojnë atë konceptin, strategjin, sepse në rast se nisen prej një parimi që pas çdo zgjedhjeve, domethënë me ndru udhëheqjen e subjektit politik, atëherë nuk do të besoj që do të mund të arrijnë me gjetë një lider. Se është zoti Abdixhiku në bindjen time me këto çështje që i ka pas në disa situatat të caktuara ka dështu për më të regu lider, sepse lideri krahas të tjerave është ato për ti amortizu, për ti diskutu kërkesat për brenda forumeve, e jo më spari mi bo publike, problemet madje ka njëherë edhe që shtojnë një fjale popullit gërkën mja këthy vetit, kur ndodhe i rasti i manipulimit me vota në prezident, ajo është konflikt në mes të gjenerata brenda subjektit, që as tuk ja kërkoj kosh as vet e tha, edhe këto deklarimit e fundit. Partit lideriste për momentin janë ato që kanë sukses, mirë po letë mos harrojmë faktin që deri sa kanë ardhur deri te ky sukses kanë humbur me 10 zgjedhje. Prandaj thonë është e rëndësishme që kjo të diskutohet në nivel të subjekteve politike se si do të qasen diskutimeve të kësaj natyre, ndërsa sa i përket çështjes një partneriteti së paku deklarativisht mbi gjitha prej vetëvendosjes se kemi pasur një çështje që a priori e ka kundërshtuar ose nuk e ka shqyrtu, nuk e ka pas si alternativë çështjen e bashkëpunimit, bashkëqeverisjes me PDK-n së paku për qeveri, ndërsa sa i përket çështjes presidentit nuk është që është përjashtu, ka përshtypjen as nga njëra as nga tjetra. Pse ndryshoi PDK-ja çështje? Tha që s'ka vjet ku që pas takimit me njerëzit e Hamza tha që duan të qëndrojnë në opozit. Po, kjo mbase mund të ketë ardhur edhe si rezultati diskutimeve që kanë pas në atë takimin ku e kanë pa qasjen dhe synimin e vetëvendosjes që është në linjë me atë që ka thënë publikisht, po supozoj, sepse nuk kam informata më të hollësishme, po supozoj që mund të ketë qenë pikërisht kjo qasje që e ka pas edhe publikisht që nuk e ka në plan dhe nuk e ka alternativë me bashkëpunu me PDK-n, prandaj edhe ka ardhur si rezultati i kësaj. PDK-ja do të shohë ata që ka syt nga Haga. 16 shtatori është afër te Bajraktari. Çfarë prisni? Po, natyrisht që vetëm PDK-ja, mirë po i gjithë populli besoj që i ka syt nga Haga dhe me padorime pret përfundimin një epilogu tepër të gjatë dhe me jo pak shkelje, të cilat i kemi diskutu besoj edhe me juve edhe me gjithandej, po që tash po konfirmohen edhe prej mekanizmave ose institucioneve kredibile ndërkombëtare, siç ishte raporti i britanikëve.
ajo çka kemi pa brenda sallës së gjyqit, pavarësisht faktit që ka pas mungesë të theksuar të transparencës për shkak natyrisht që është cenu njëri prej parimeve bazë të parimi i publicitetit, prokuroria nuk ka arrit me i argumentu akuzat dhe përrjedhojnë se vendimi do të jetë i bazuar në ligj dhe në atë që kemi pa në prova dhe fakte, s'ka alternativë tjetër përveç vendimit pafajësisë dhe lirimit të 4-shës UÇK-s dhe të njëjtit t'i kthehen mbi gjitha familjeve të tyre, pastaj natyrisht varësisht prej vullnetit të tyre dhe angazhimit në jetën publike. Dhe Shola.